Truku si ta dalloni nëse djathi që blini është natyral ose me niseshte. Djathi padyshim është një nga produktet që nuk mungon asnjëherë në tryezën e çdo familje shqiptare. Në tregje e konkretisht në pikat e bulmetit gjeni djathra të llojeve të ndryshme, djathëdhije, lope, dele nga zona të ndryshme të vendit, sipas të cilave variojnë edhe çmimet. Por sa cilësor është djathi që ne blejmë në bulmetore ose në baxho të ndryshme të vendit? Nuk janë të pakta rastet kur djathi që tregtohet në bulmetore të ndryshme në të gjithë vendin është i falsifikuar ose thënë ndryshe i përgatitur me niseshte ose jo. Por shumica e rasteve djathi që tregtohet është i pasur edhe me niseshte. Ata që e blejnë atë në fuqi dhe e ndajnë në pjesë të tjera të shitura të konsumatorëve. Manipulimi i djathit mund të jetë gjithashtu i gjerë në zona të ndryshme. Për të provuar nëse djathi që po blini është ose jo natyral, përdorni edhe duke hedhur mbi të 3 pika jod. Nëse sipërfaqja e djathit në të cilën është hedhur pika e jodit errësohet shumë, atëherë do të thotë se djathi është i përgatitur në sasi të lartë niseshteje. Kjo mënyrë do ju ndihmojë për të blerë djathin cilësor dhe të shëndetshëm.